Nisja një robërie të thellë, kështu e përshkruante rilindësi Sami Frashëri, zbatimin e reformave të Tanzimatit, që sipas tij dëmtonin veçanërisht shqiptarët, krahasuar me popujt e tjerë Ballkanas. I këtij mendimi ishte edhe bashkosi i tij, Pashko Vasa, si dhe publicisti Faik Konica, që e cilësonte administratën që zëvendësoi në punësit shqiptar si parazitare dhe anadollake. Më 27 gusht 1847, kryengritësit shqiptar ju drejtuan princit të Bavarisë dhe mbretit të Greqisë Oto, duke i kërkuar ndihmë në revoltën ndaj reformave të Tanzimatit. Në thelb, reformat synonin krijimin e një sistemi të centralizuar burokratik dhe modernizimin e perandorisë në përshtatje me dinamikat e arenës ndërkombëtare. Kundërvënia e shqiptarëve ndaj reformave ishte më e theksuar në lidhje me shërbimin e detyrueshëm ushtarak dhe abuzimet në sistemin fiskal. Në udhëheqjen e Rapo Hekali dhe Zenel Gjolekës, lëvizja u përhap në krahinat e Beratit, Mallakastrës, Delvinës dhe Gjirokastrës. Pavarësisht sukseseve lokale, kryengritja u shtyp nga ekspeditat ushtarake osmane. Mospajtimi me reformat çoi në shpërthimin e kryengritjeve në mbar vendin, të cilat përgatitën terrenin për rilindjen kombëtare dhe lidhjen e Prizrenit.